premte, do të ketë ndoshta edhe një ceremoni që do të nënshkruhet, pra do të kemi formalisht kapitulimin e SBA-s në këtë luftë. Mirë po, pse nuk e nënshkruajnë iranasit këtë marrëveshje, edhe pse Trumpi gjitha që është nënshkruajtur marrëveshja, për arsye se në Iran kemi protesta të mëdha të popullit të Iranit që e kundërshtojnë këtë marrëveshje, pra ata nuk duan që të bëjnë një marrëveshje me Iranin, sidomos garda revolucionare dhe të gjithë ata protestuesit që dëshirojnë që përfundimisht të tërheqin ndikimin amerikan nga lindja e mesme dhe të vazhdojnë luftën kundër Izraelit, përderisa Izraeli ende lufton në Liban. Dhe besojmë që deri ditën e premte do të përpiqet qeveria iraniane dhe ata që udhëheqin Iranin që ta qetësojnë popullin iranian, që të pajtohen me këtë marrëveshje. Dhe unë besoj që ditën e premte do të kemi një marrëveshje për shkak se nuk ka kapacitete SBA-ja ta vazhdojë këtë luftë dhe për arsyet që i përmenda më herët, do të kemi të paktën në muajt në vijim një qetësi dhe kuptohet që Izraeli do të vazhdojnë ta sabotojë këtë marrëveshje, mirë po edhe atje kemi zgjedhje në Izrael pse në 7 apo 8 orë, dhe mbas gjitha gjasave edhe do të përfundojë edhe mandati i kryeministrit kriminal të Izraelit, i cili është i paditur nga gjykata ndërkombëtare penale, dhe do të përpiqet edhe shtetet përreth që të ndikojnë që Izraeli të bëhet një shtet normal, për shkak se rrezikohet ekzistenca e Izraelit. E qartë, dhe nga ana tjetër, pas afatit 6 dhjetor që është vendosur, nëse një nga anijet amerikane do të refuzojë të paguajë taksën e Iranit, mendoni se do të kemi sërish një rinisje të këtij konflikti? Po nuk është se ka anije amerikane të cilet frekuentojnë në ngushtisën e Hormuzit, si zakonisht ata anije për të paguajtur më pak taksa, bajnë flamujt e disa shteteve që edhe në hartë nuk mund t'i gjejmë se ku gjindën, pa janë zakonisht shtetet të vogla, për shkak se kompanitë e mëdha i regjistrojnë në ato shtete që t'ju hikin taksave, dhe nuk është se do të kalojnë ati anije me flamujt e Amerikës. Mirë po problemi apo çështja është se duhet të paguajnë taksa edhe anijet e Azisë, pra nga Korea e Jugut, nga Japonia, nga Kina. Pra Irani jo vetëm që tani e rrit ndikimin edhe kundrejt SBA-s, po do të arrisë ndikimin edhe kundrejt Indijës dhe shteteve të Azisë të cilët i përmenda. Pra faktorizohet Irani në një shtet super shtet shndërrohet pas kësaj lufte, që jo që arriti që të ngadhnjej në betejë, po edhe dëshmoi që ekonomia e botës varet nga disponimi i Iranit, dhe kuptohet që iranasit do ta shfrytëzojnë këtë fitore të madhe që të pasurohen ekonomikisht dhe të rritet rëndësia gjeografike e tyre të shndërrohet në një rëndësi geostrategjike, dhe kuptohet që edhe Irani do t'i respektoj traktatet ndërkombëtare. Të gjithë shtetet që do të duan ta shfrytëzojnë aty, atë pjesë kuptohet që duhet ta pranojnë sovranitetin e Iranit në ngushticën e Hormuzit dhe të bëjnë marrëveshje bilaterale me Iranin dhe Omanin, për shkak se edhe Omani ka një pjesë të sovranitetit të Hormuzit, mbas marrëveshjeve bilaterale të Iranit dhe Omanit. Dhe me më rëndësi do t'jetë kjo që të gjithë shtetet, sikur Arabia Saudite, Iraku, Kuvajti, Bahreini, Katari, të cilët i shfrytëzojnë atë ngushticën e Hormuzit për të shitur naftë apo gaz, ato duhet të paguajnë shumë para Iranit, që Iranit të kundërshpërblehet apo të dëmshpërblehet për dëmin që ju shkaktua gjatë kësaj lufte. Dhe Irani mbas kalkulimeve që i ka bërë, thotë që është dëmtuar Irani $300 miliard, dhe kuptohet që ata $300 miliard duhet t'i paguajnë shtetet përreth Iranit, për shkak se ata lobonin që të sulmohet Irani nga SBA-ja, dhe tani duhet të paguajnë. Po jo që duhet të paguajnë, ata veç kanë filluar të paguajnë. Kemi informacione se aeroplanat të mbushur me dollar prej Dubai janë dërguar në Iran
po ashtu edhe prej Katari. Këtë e kuptojmë më mirë që kur e sulmoi Irani Kuvajtin dhe Bahreinin dhe Jordanin para një jave, ata nuk e sulmuan Dubain dhe arsyeja ishte se Dubai veç ka filluar që aeroplanat e mbushura me para t'i dërkojnë në Iran. Dhe kuptohet që do të presim një prosperitet ekonomik të Iranit në vitet e ardhshme dhe ndikimi i Iranit do të ndihet në të gjithë lindjen e mesme. Zotëdhauti, nga ana tjetër, pse Irani e zgjodhi që të fusë në lojë dhe Omanin në minutat e fundit? Pra, a mendoni se kjo mund të jetë ndoshta një kurth, po i shuaj diplomatik, ndoshta për të përçarë edhe vendet arabe të Gjirit? Po tani vendet arabe janë të përçara, për shkak se që në fillim të kësaj lufte Omani u tërhoq nga ndikimi i SBA-s, për shkak se e pan rrezikun. Po ashtu Katari edhe me ndikim të Turqisë u tërhoq nga kjo luftë dhe kuptohet që ata janë të përçarë dhe po ashtu Omani është me rëndësi për Iranin për shkak se një pjesë e Emirateve të Bashkuar kalon në mes të Omanit. Omani është shtetindarë në 2 pjesë dhe Emiratet e Bashkuara ka mundësi gjeografike që nëpërmjet tubacioneve naftën ta eksportojnë nëpërmjet një ngushtice që e kanë apo një porti që e kanë mes Omanit. Pra ishte me rëndësi që Irani të mund të bllokojë Emiratet e Bashkuara edhe atë portin e Emirateve të Bashkuar dhe për këtë duhej bashkëpunim me Omanin dhe si duket e ka atë bashkëpunim. Dhe kuptohet që Arabia Saudite, e cila ka mundësi që nëpërmjet tubacionit të dalë në detin e Kuq dhe të vazhdoj të eksportoj naftën, mirë po aty e kemi edhe Jemeni, dhe Jemeni me SBA nuk janë në marrëdhënie të mira, dhe kuptohet Huthit kërcënohen që nëse vazhdon kjo luftë apo kjo krizë, ata mund ta bllokojnë edhe detin e Kuq, ashtu që shtetet e Azis do të vazhdojnë mos të furnizohen me naftë, po pse jo edhe ata të Evropës, për shkak se mund të sulmojnë Huthit edhe Arabinë Saudite, sidomos portet ku eksportohet nafta, cisternat me naftë të cilat furnizohen në detin e Kuq, dhe për shkak se edhe Evropa është një krizë, pra i kemi lajmet e fundit që edhe Franca, edhe Gjermania i kanë tërheqë të gjithë sanksionet kundër Iranit, për shkak se rrezikohet edhe Evropa të hyrë në një krizë ekonomike. Kjo edhe për faktin se është intensifikuar lufta në Ukrainë dhe Rusi, dhe shumë rafineri të Rusisë janë sulmuar nga dronët e Ukrainës dhe ka një krizë për furnizim me naftë në të gjithë botën, dhe për shkak se rezervat janë duke u harxhuar, pra SBA-ja është gati duke i harxhuar për 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, ndoshta nuk do të kenë më rezerva të naftës, dhe përderisa nuk kemi rezerva të naftës si në SBA, si në Evropë, dhe tani duhet të furnizohen për shkak se duhet të përgatiten për dimër me gaz dhe me naftë, janë të detyruar të kapitulojnë edhe evropianët, edhe amerikanët, dhe kuptohet që Izraeli mbetet i izoluar. Kryeministri i Izraelit nuk mund të shkojnë në SBA, si duket kemi fërkime në mes administratës amerikane dhe Izraelit, përderisa Netanyahu çdo muaj shkonte në shtëpinë e Bardhë, pra e gjithë kjo luftë u bë dhe ai nuk mund të shkojë më në SBA, dhe kuptohet